Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin studentor në Perugia, Itali, ku një 23 vjeçar shqiptar humbi jetën pas një sulmi me thikë në parkingun e Universitetit të Ekonomisë. Sipas mediave italiane, viktima është identifikuar si Hekuran Cumani, i cili u gjeti pa jetë në orët e para të mëngjesit në parkingun pranë Departamentit të Ekonomisë me shenja të dukshme të gjakderdhjes. Hetuesit dyshojnë se ai është qelluar në gjoks me thikë gjatë një grindjeje mes dy grupeve të rinjve. Ngjarja ka ndodhur rreth orës së 2 të mëngjesit në një zonë që përdoret nga studentët dhe vizitorët e qendrës historike të Perugias. Parkingu është falas gjatë natës nga ora 19 deri në orën 07 dhe shërben si pikëkalimi për shumë të rinj që frekuentojnë lokalet dhe klubet përreth. Viktima kishte mbërritur në Perugia së bashku me një grup mish nga Fabriano. Pas vizitës në disa bare lokale, ata u ndalën tek Dieci, një lokal i njohur me studentëve të kampusit, i cili ndodhet pranë parkingut ku ndodhi sulmi. Hetuesit po fokusohen te pamjet filmike nga kamerat e sigurisë dhe dëshmitë mbledhura nga vendngjarja për të identifikuar autorin ose autorët e krimit. Pista kryesore e hetimit përfshin një grindje që mund të ketë nisur si konflikt i thjeshtë mes të rinjve dhe që më pas u përshkallëzua në dhunë, si dhe përfshirjen e mundshme të bazareve të drogës në zonë apo konflikteve që lidhen me klubet e frekuentuara nga studentët. Policia italiane po punon intensivisht për të identifikuar të dyshuarin dhe për të mbledhur prova shtesë që mund të çojnë në arrestime. Autoritetet kanë bërë thirrje për çdo dëshmitar që të dalë dhe të japë informacion, ndërsa hetimet pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës në vijim. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në komunitetin lokal dhe ndër studentët e kampusit, duke rritur shqetësimin për sigurinë e zonës gjatë orëve të natës.